Vepra më e dashur e Allahut është të veçuarit e Allahut në adhurim. Tauhidi, adhurimi i drejtë dhe mohimi të gjitha adhurimeve tjera që bëhen përveç Allahut. Me konsensus muslimanëve nuk ka vepër më të mirë mas tauhidit se sa falja namazit. Andaj do t'ju përkujtoj me disa argumente nga Kurani dhe Suneti për rëndësinë e namazit. Fawailun lil musallin, mirë për ata që falen an salatihim sahun, e që janë të pavëmendshëm namazin e tyre. Përderisa Allahu subhanahu wa ta'ala i ka qërtuar ata që janë të pavëmendshëm në 5 kohët e namazit dhe nuk e bëjnë namazin tamam ashtu si që kërkohet. E që mbetet me ata të cilët fare nuk falen, apo namazi tyre është një herë në javë, apo një herë gjatë ditës. Besimtari përderisa fal një namaz, ajo është e besimit. Por megjithatë, duhet t'i qartësohet atij rrezikshmëria e lënies së namazit. Një nga meselet më të fuqishme në mes ehlis sunetit është a del prej feje njeriu që nuk falet, a mbetet musliman apo nuk mbetet musliman. Çdo besimtar para se të thellohet në këtë çështje nuk duhet mendoj të anoj ka cili mendim, por duhet mendoj përderisa kjo çështje diskutohet a mund dal prej feje nëse unë nuk falem. Duhet të jesh i përqendruar në faljen e namazit. Të jesh i vëmendshëm sepse jeta është e shkurtë. Andaj robët e Allahut, pejgamberi alayhi salatu wassalam kur i ka dërguar sahabët me thirrje në Islam, ja u ka qartësuar awwalu ma tad'uuhum an yuwahhidu Allah jalla wa ala. Gjëja e parë që duhet i thrisni njerëzit, t'ja u qartësoni njerëzve tauhidin al-uluhiyya, se vetëm Allahu meriton që të adhurohet, jo me lajket, jo engjujt, jo pejgambert, jo varët, jo djeli, jo hëna. Pra tauhid al-uluhiyya. Nuk mjafton me besu që Zot ka, nuk mjafton me thonë unë besoj ekzistimin e Zotit, nuk mjafton me thonë Zoti më ka falë mu dhe mi ka dhonë gjithat mirat, unë ati i besoj, kaq. E ka qartësuar Islami se nëse ti nuk e veçon në adhurim Allahun, përjetësisht do t'jesh në zjarë xhehenamit. Inna shirka le dhulmun adhim. Shirku, mi bo shok Zotit, është padrejtësi e madhe. Vrasja, amoraliteti, droga, prostitucioni. Nëse të gjitha këto i qesim në një anë peshore, edhe shirkun peshore në tjetër, ma e randë shirku. Prandaj, sepse kjo të nxjerr nga feja, kjo të lën pa iman, përjetësisht në zjarrin e xhehenamit. Prandaj e para që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe po zgjerohem këtë pikë sepse shumë pak i kushtojnë rëndësi në vendin ton ligjërata kësaj pike të tauhidit. I tërë angazhimi e shon veçantin muajin e Ramazanit, i tërë angazhimi është në çështjen e moralit, të edukatës. Sigurisht se kjo është pjesë e madhe dhe rëndësishme e Islamit, por jo më e rëndësishmja. Pra sikur shtyllat, themelet e shtëpisë, kur e shohim se ndërtesa ka luhatje, ka rrezikshmëri, inxhinierët nuk fokusohen në lyerjen e shtëpisë dhe zbukurimin e saj, por i tërë fokusi është në shtyllat e saj, që të mbahet ndërtesa. Prandaj
E para është, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam Muadh ibn Jabalit në Yemen që e ka dërgu, e para që ti do t'i thrasësh është që i vetëm i duhet të adhurohet Allahu. Nëse binde në këtë, pra nëse zgjidhet ky problem, pra nëse janë besimtar më, a'limhum, qartësoja vë atyre se inna Allah eftarada alehim 5 salawat. Allahu i ka bë obligim me i fal 5 kohët e namazit. Pra shifni rëndësinë e namazit pas tauhidit, gjëja e parë që obligohen muslimanët janë 5 kohët e namazit. Allahu kur i përshkruan besimtarët thot: "Qad aflaha al-mu'minun", kanë shpëtu besimtarët. Qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Kush janë ata besimtarë që shpëtuan? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët kanë frikën Allahut kur falen, janë të përkushtuar namaz. Pastaj Allahu përmend disa cilësi tjera që me rujtë nderin, me qeni besës. Dhe prapë në fund thot: "Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun", dhe ata të cilët i ruajnë 5 kohët e namazit. Të dashur besimtar, çdo obligim që na ka bëu Allahu, haxhin, zeqatin, respektin e prindërve, agjerimin, e ka bënë nëpërmjet melekut Xhibril. Allahu ka dërguar me lajkën Xhibril te Muhamedi alayhis salatu wassalam, por jo për namazin. Allahu direkt i ka thonë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Për çdo obligim pejgamberi alayhis salatu wassalam ka qenë tokë, ndërsa në momentin e obligueshmërisë së namazit ka ndodhur në natën e Mirajit, mrekullin ku Allahu e ka ngritë robin e tij mbi 7 palqej dhe i ka pa argumente të mëdha. Ka pa melekun Xhibril. Allahu ja ka mundsuar me pa xhenetin dhe xhehenamin. Dhe Allahu ka bë obligim 50 namaze, derisa e ka lehtësuar për umetin e Muhamedit alayhis salatu wasallam 5 namaze. Por ama sikur mi fal 50 namazën në mizan ditën e gjykimit. Pra ne që falimi 5 kohët namazit, në ditën e gjykimit Allahu do të na shpërblej me shumë fishim sikur i kem fal 50 namazet gjatë ditës. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në një natë të kthjellët, po ju drejtohet sahabeve: "Innakum satarawna rabbakum", ju do ta shihni Allahun në ditën e gjykimit. "Kama tarawna al-qamar", ashtu siç e shihni hënën. Ashtu siç e shihni hënën. "La tudamuna fi ru'yatihi", s'keni vështirësi s'keni pengesa me pa Allahun ditën e gjykimit. Pastaj ju qartësoni një rrugë sigurt. Nëse doni me pa Allahun ditën e gjykimit, dhe prej rrugëve që e sigurojnë rrugën e xhenetit: "Fa in istata'tum alla tughlibu ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Fokusohuni, përqendrohuni në 2 namaze, përveç 5 kohëve të namazit patjetër, ama në veçanti namazin e sabahut dhe wa qabla ghurubiha, qabla tulu'i ash-shams, namazin e sabahit, wa qabla ghurubiha, dhe namazin e ikindis. Thot Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah: "A'la ma fil janna ru'yatullah", nuk ka shpërblim më të madh në ditën e gjykimit, në xhenetet e begatshme, nuk ka kënaqësi më të madhe, gjithë ato mirësi që i ka xheneti, që janë të përshkruar në surën Rahman dhe në shumë sure tjera, xhenetin në të cilat rrjedhin lumejt, e shumë të mira që i ka njeriu në xhenet, por kënaqësia më e madhe është kur e sheh robi Allahun te bareke ve teala. Prandaj thot Ibn Rajab al-Hanbali:
i ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam se në këtë dunja nga veprat më të dashura është namazi i sabahut dhe namazi i kindis. Fal muhafadhatu alayha, ai që i ruan këto dy namazën veçanti, yurja biha dukhulul janna, shpresohet me fitu xhenetin, wa ru'yatullahi fiha, dhe me pa Allahun subhanahu wa ta'ala. Të dashur besimtar, namazi është pastërti në të gjitha aspektet. Pastron shpirtin, pastron petkun, pastron moralin. Nuk mund të falemi nëse në një vend është i papastër, nëse petku është i papastër, nëse njeriu është gjunub. Pra të gjitha kushtet duhet të bashkohen derisa njeriu të jetë i pastër dhe të futet namaz. Dhe përveç kësaj njeriu pastrohet nga gjunahet. Pra namazi është obligim i domosdoshëm. Nuk lihet namazi as në luftë, as i smur, as i shtrirë, në shtrat. Përderisa njeriu ka mendje në kokën e tij, logjik. Në çfarë do rrethane, edhe në moshën e pleqërisë, ka rregulla ku njeriu arsyetohet, pra në formën e marrjes së abdesit. Edhe nëse nuk ka ujë, kanë zbrit ajetet e tejmumit. Kur Aisha radiallahu anhu në udhtim është vanu duke kërkuar një qafore, janë shqetësu sahabët se nuk po arrin më tani të vendi i ujit për të marrë abdes, janë mërzit, kjo brenga më e madhe në dynja ka qenë ato momente. Derisa Vanesa duke kërkuar Aisha radiallahu anha, kjo ishte mirësi prej Allahut. Dhe në atë shqetësim të sahabëve që i kishte kap këtë dert i madh, kjo brengë e madhe për namaz, zbritën ajetet e tejmumit. Derisa një sahabi buzëqeshur thoshte, nuk ndalet bereqeti i madh i kësaj familje Abu Bekrit. Pra sebeb për zbritjen e këtij ajeti madhështor, që qartëson gjëra të rëndësishme, që namazi nuk lihet edhe nëse nuk ka ujë. Pra në asnjë rrethana nuk lihet namazi. Ne sot jemi agjërushëm, por më i rëndësishëm se agjërimi është namazi. Prandaj robët e Allahut, wa'mur ahlaka bis-salati. Allahu thot, urdhroje familjen tënde me namaz. Kur i përshkruan këshillat e Luqmanit djalit e tij thot, ja bunayya, o djali im, aqimis salata. Mos u ndal nga namazi. Të gjithë pejgamberët janë falë, pra namazi ka qenë obligueshmëri të gjithë umetet. Por forma e 5 kohëve ka ardhur që nga koha e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe do të mbetet ajo deri në ditën e gjykimit. Ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, namazi ka ولها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب. Namazi ka ndikim të madh në trupin e njeriu. Ne nuk duhet falemi pse ka të mirat dunjas, apo namazi është i shëndetshëm. Ne nuk duhet të agjërojmë për këtë arsye. Por këto janë të mirë se ardhura. Dhe kjo është një argument i qartë që Allahu nuk të obligon diç që dëmton shëndetin. Pra është haram nëse konstatohet nga mjekët që agjërimi dëmton, ti e ke haram me agjëru atë ditë. Ne kemi haram me agjëru ditën e Bajramit. Pra, këto janë obligime në kohë të caktuara, në formën e caktuar. Prandaj ka ndikim të madh falja namazit në trupin e njeriu. Ka ndikim të madh në zemrën e njeriu. Namazi është dritë në varr, ndrit ditën e gjykimit kur ec njeriu në errësirë, kur kalohet ura siratit, në tokën e mahsherit, kur të gjitha krijesat edhe njerëzit tubohen, atë ditë madhështore, atë ditë kur gjithë njerëzit do të ringjallen, kur njeriu do të thotë mirë për mua sikur të isha dhe, Allahu i thret të gjithë njerëzit, nga i pari tek i fundit.
Miliarda njerëz mbi këtë tokë që merr një formë tjetër. Yawma yukshafu an saqin, kur e zbulon kërcirin e tij, fe yud'auna ila as-sujudi, dhe thirrën të gjithë njerëzit miran sejdë Allahut, fala yastati'un. Ata që si kanë ra Allahut sejdë në këtë dunja, ata që kanë qenë kryenesë në këtë dunja, ata që kanë pas arrogancë dhe mendjemallësi, ata nuk i bin sejdë, mbesin kurrizi i tyre nuk lëviz. S'kan fuqime. Do të dëshironin sikur krejt dunjan me dhan vetëm me bë këtë sejdë. Miran ruku Allahut, fala yastati'un, khashi'atan absaruhum, janë të friksuar, tarhaquhum dhilla, mbesin atë formë, të injoruar, wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi, ata janë thirrë këtë dunja miran sejdë Allahut, wa hum salimun, të gjithat mirat i kishin. Andaj rob të Allahut, namazi është shtyllë e Islamit, e para që do të llogaritin në ditën e gjykimit. Lusim Allahun në emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që të na jap forcë, besim, që të na pranojë agjërimin ton dhe që të na jap vullnet dhe zel të madh që të jemi, që ky agjërim, që ky muaj Ramazanit ndikoj që gjatë jeta jonë të përfundoj me 5 kohë të namazit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وسوء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأصلي وأسلم على نبينا محمد. تداشر besimtar, ka thënë Omar ibn al-Khattabi rahimahullah, la hadha fil islam liman taraka as-salah. Si ka mbet asgjë njeriut pra në islam nëse nuk ka namaz. Namazi është ai që e orienton njeriu në rrugët më të mira. Namazi ndikon përmirësimin e jetës. Namazi të largon nga kamata. Namazi të largon nga muzika. Namazi ndikon forcimin e familjes. Namazi ndikon që ti të jesh i përkushtuar ndaj nanës, ndaj babës, ndaj fëmijëve. Namazi të ruan nga veprat e liga. Namazi njeriu e largon nga droga, nga alkooli, nga lojrat e fatit, që janë një pjesë e dëmshme që janë duke dëmtuar shoqërinë tonë. Andaj, që pengon njerëz që falen, ata ateistë, ata pabesimtarë, çfarë i pengon namazi? Pos ai kufri që e kanë gjoksat e tyre, pos ajo rrejtje që e kanë gjoksat e tyre. Prandaj është lumturi kur e sheh një njeri të ri që falet, sepse ai e kalon jetën lumturi, sepse namazi t'jep kënaqësi. Namazi i bashkon besimtarët. Sa njerëz njoftohen kur njerëzit bashkohen. Sa fuqin tregti në biznes bashkohen kur njerëzit takohen në xhami, njohin njëri tjetrin, i ndihmojnë njëri tjetrin. Sa të smur ndihmohen kur njerëzit takohen në xhami. Prandaj edhe për këtë është obligim edhe namazi në xhami, sepse është fuqi në vete. Përveç se është një nga veprat dhe adhurimet madhështore, që është edhe preferuar Bajrami të falet në vende të caktuara, se është ditë e veçantë.